Në epokën digjitale ku teknologjia është bërë pjesë e pandashme e jetës së përditshme, fëmijët po rriten përballë ekraneve, shpesh pa kontroll dhe pa udhëzim, ndryshe nga dikur kur lojrat ishin kryefjala e çdo dite që fillonte. Përjedhoi fëmijët që në moshë të vogël fillojnë të marrin informacion pa filtr, shpesh nga burime të pasigurta ose edhe të dëmshme. Ekspozimi ndaj dhunës, bullizmit, përmbajtjeve të papërshtatshme, por edhe të dëmshme në rrjetet sociale ndikon në zhvillimin emocional dhe vetbesimin e tyre. Në këtë formë, ata mësojnë më shumë nga videot në rrjet se sa nga një bisedë e thjeshtë me prindin apo mësuesin. Kështu vlerëson psikologu Azbisha Qiri, pyetur nëse në kohë të sodit fëmijët më shumë po edukohen ose keq edukohen nga celularët dhe kjo për shkak të kohës së tej zgjatur që po kalojnë në to. Edhe informacione që mund të jenë të rëndësishme për moshat e adoleshencës dhe për fëmijët janë të parëndësishme. Është problemi se mbushin memorien e tyre, mbushin pjesën kognitive të tyre me informacione që nuk janë të nevojshme për një adoleshent 16, 17, 15 ose 14 vjet. Nuk ju intereson, atyre nuk duhet ju interesone për shumë informacione që ata i marrin edhe pa dëshirën e tyre. Edhe ajo i imponon të mendojnë në forma që ata nuk duhet të mendojnë, ose për sende që ata nuk duhet të mendojnë. Fatkeqësisht, për shembull TikToku sot, don ose nuk don një adoleshent, nëse ka rrjet social TikTokun, kur kalon video dishove të gjitha informacione që të imponohen nga i rrjet. Si janë luftrat, si janë vrasjet, si janë vetvrasjet, si janë informacione të tjera, sharjet, ofendimet, edhe automatikisht dhe gradualisht ato bëhen pjesë e personalitetit të fëmijëve, që më vonë janë edhe të dëmshme për vetë fëmijët. Nëse prindërit përballen me orare të gjata pune dhe lodhje të përditshme, kohës që mund t'i kushtojnë fëmijëve, shpesh ju mungon cilësia dhe vëmendja. Si rrjedhoi, shumë fëmijë kalojnë orë të tëra para telefonit, tabletit apo kompjuterit, jo për të mësuar, por për të konsumuar përmbajtje që jo gjithmonë janë edukative. Është fakt, të gjithë ne kemi fëmijë, të gjithë ne nëpër familjet tona kemi fëmijë dhe mund ta konstatojmë shumë lehtë se sa kohë një fëmijë që ndron në telefon, sa kohë që ndron në shkollë dhe sa kohë që ndron me nënën ose babain e tij për të edukuar, për të mësuar, për të marrë informacione. Është shumë e thjeshtë për ta konstatuar. Tash ne kemi raste kur vinë prindtu dhe thuajnë fëmiu im nuk han ushqim pa mos e mbaj telefonin. Po fëmijët nuk mund të hanë ndryshe se ne derisa ham ushqim e mbajmë telefonin përmi tavolinë. Ne derisa konsumojmë ushqim i thojmë fëmijët ai tash trinë e qet, mos bëni zhurmë, gjapim telefonin. Edhe çfarë do bën ai fëmijë? Dhe tërheqë paralele mes telefonit të ushqimit. Edhe pastaj kur do bën ai 10 vjet, 11, 12, nuk mund ta kontrollojnë. Prindërit, porositë ai, duhet të shtojnë kujdesin nëse fëmijët fillojnë të izolohen në vete dhe të qëndrojnë të mbyllur në përdhomat e tyre, e që nënkupton se diçka e ka rënduar psikologjinë e tyre dhe kanë nevojë për ta ndarë atë që ju përshon. Mos intervenimi në kohë në drejtim të zgjidhjes mund t'i la ata me pasoja që më pas mund të jenë vështirë të rikuperueshme. Fatkeqësisht është jeta dinamike që është te ne, prindrit i ka kufizu që t'i kushtojnë më shumë kohë fëmijëve të tyre. Edhe tash shumica e prindërve tan ditën punë, prej punë në shtëpi të lodhët dhe s'kan edhe shumë mundësi kohore edhe fizike që të përkushtohen shumë fëmijëve. Unë kisha apelu që prindrit sidomos të kenë kujdes tek ata fëmijë që mbyllen në vete, mbyllen në dhomë, në telefon, nuk komunikojnë, nuk kanë komunikim me rrethin, nuk kanë komunikim me familjen, preferojnë më shumë të rinë vetë se sa të rinë në shoqërime të tjera, sidomos me rrethin familjar dhe me rrethin shoqëror. Është një determinues shumë i rëndësishëm që fëmiu në ato momente është mbyllur në vetvete, ka një problem të caktuar, qoftë me shoqërinë, qoftë në shkollë, qoftë në familje. Edhe ai problem ka të ngjarë të zgjidhet aty për aty me prindrin ose ka të ngjarë që ai të
vazhdoni të mbani në vetvete dhe ajo t'i shkaktoni angst, t'i shkaktoni depresion dhe pastaj të gjitha situatat tjera do të vinë si pasojë atyre momenteve. Prandaj ne shumë vëmendje duhet të t'ju kushtojmë sidomos moshës së adoleshencës. Ai thekson se kjo është më tepër një thirrje për reflektim dhe jo fajsim. Nënvizon se askush nuk mund ta mohojë përfitimin e teknologjisë në edukim, por kur ekrani zë vendin e nënës, babait apo librave, kjo bëhet problem. Teknologjia, shton ai, nuk është armiku, por mungesa e balancës dhe mungesa e kohës cilësore është ajo që po e rrezikon brezin e ardhshëm.